Ish-presidenti të Kosovës Hashim Thaçi u mundsua ditën e sotme vizita në vendindjen e tij në Buraj për të nderuar babain, i cili nderoi jetë me 16 mars. Thaçi mbërriti në fshatin e tij të lindjes rreth orës 11 me 21 mars me leje të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, që njihen si gjykata speciale. Në masa të rrepta sigurie, 5 ditë pas vdekjes së atit, Thaçi vizitoi varrin e tij. I vetëm pranë varrit, Thaçi vendosi një kuror me lule, e kumbi shkrimi ishte mjaft prekës. E derisa qëndroi te varri i babait, disa qytetarë ishin mbledhur pak metra më larg tij, të cilët i shprehën mbushëllime Thaçit për humbjen e babait, duke e thirrur president. Thaçi më pas vazhdoi vizitën tek familjarët e tij, ku pritet të qëndrojë për 2 ditë, siç është njoftuar në mediat e Kosovës. Vizitën e Thaçit në Kosovë ka konfirmuar edhe specialja, duke njoftuar se ai është lejuar të bëjë nderim edhe të jetë pranë familjes së tij të ngushtë. Mund të konfirmoj se për arsye bindëse humanitare, trupi gjykues dhe gjyqtari i procedurës paraprake kanë udhëzuar sekretarin që të menaxhojë një vizitë në paraburgim në Kosovë për Hashim Thaçin, që t'i bëjë nderime dhe të jetë në familjen e ngushtë, ka thënë Michael Doyle, zëdhënësi i dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Thaçi më parë nuk ishte lejuar nga specialja të merrte pjesë në varrimin e babait të tij. Haxhi Thaçi ishte i shtruar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ku po trajtoi për gjendjen e tij të rënduar shëndetësore, kur më 13 mars, ish-presidenti Thaçi, i cili ndodhet në paraburgim në Hag, u lirua përmes lejes për të vizituar babain e tij. Vizita e tij në QKK zgjati rreth 3 orë dhe u zhvilluan masa të rrepta sigurie, ashtu sikurse edhe vizita që po kryhet aktualisht. Pas vizitës Thaçi u kthye në paraburgim në Hag. Ish-presidenti i Kosovës po përballet me një proces të tezgjatur gjyqësor në akuzat për krimet e pretenduara të luftës. Ai është deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës që janë ngritur ndaj tij.